Aty ku lind jeta, materniteti Fierit ishte simbolika e aktivitetit përmbyllës në kuadër të muajit të tetorit të rozë. Përmbyllën me sukses fushatën sensibilizuese kundër kancerit të gjirit në të gjithë qarkun e Fierit. Ka pohuar mjekja onkologe Anisa Mone, por një muaj nuk mjafton. Tani kjo është një sëmundje që nuk prek vetëm grup moshën 50-70 vjeçe, por edhe femra në moshë më të re e madje edhe meshkuj, ka thënë Mone, ndaj kjo vë theksin në rëndësinë e ekzaminimeve depistuese në mënyrë që sëmundja të kapet në faza fillestare. Tetori njihet si muaji i ndërgjegjësimit për diagnostikimin e hershëm të kancerit të gjirit. Në fakt sot jemi në fund të muajit dhe përgjatë gjithë muajit tetor ne realizuan fushata ndërgjegjësuese në të gjithë qarkun e Fierit. E mira e këtyre fushatave është sepse rrisin ndërgjegjësimin tek të gjithë pacientët, të cilat vinë për të kryer kontrollet i ekzaminimet depistuese, mamografin dhe ekografin. Vetëm një muaj nuk mjafton. Spitali Rajonal i Fierit përgjatë gjithë vitit ofron shërbimin e mamografisë dhe të ekografisë falas nëpërmjet sistemit të referimit nga mjeku i familjes. Fatkeqësisht, nëse kanceri i gjirit dikur njihet si sëmundja e moshës 50 deri në 70 vjeç, tani vëmë edhe një rritje të numrit të rasteve në moshat e reja, gjithashtu në një numër të vogël edhe tek meshkujt. Kjo vë theksin dhe rëndësinë e kryerjes së ekzaminimeve depistuese, që sëmundja të kapet në fazat e hershme, kur dhe mundësia për të shënuar nga kjo sëmundje është shumë e lartë. Ky është një godinë simbolike ku lind jeta dhe normalisht më shumë se sa këtu nuk mund të jepni një mesazh përmbyllës dhe sensibilizues që çdo ditë vlen, çdo ditë ne duhet kujdesemi për jetën tonë. Edhe te gratë shtatzana dhe te gratë në gjithëdhënie duhet kryen kontrolle periodike. Gratë në gjithëdhënie fatkeqësisht nuk janë më të mbrojtura nga kanceri i gjirit, madje risku për të zhvilluar sëmundje dhe sidomos agresive shumë i lartë brenda 5 deri në 10 viteve të para pas lindjes. Prandaj të gjitha gratë dhe vajzat duhet të kryejnë kontrolle të rregullta. E ku ka më bukur se sa zhvillimi i kësaj fushate sensibilizuese në vendin ku lind dhe fillon jeta, ka thënë në fjalën e saj përshëndetëse deputetja e qarkut Fier, Antoneta Dhima, teksa ka theksuar se çdo ditë e vitit duhet të jetë rozë. Kemi zhvilluar takime jo vetëm në qarkun e Fierit, por edhe përtej qarkut Fierit, për të sensibilizuar të gjitha gratë në këtë muaj të rëndësishëm të tetorit, që nuk duhet të jetë vetëm thjesht tetori, sepse çdo ditë e vitit është rozë. Dhe ku ka më bukur se në maternitetin e Fierit, në vendin ku nis dhe fillon jeta, ne të zhvillojmë të fushat sensibilizimi të kancerit të gjirit. E tha pak doktoresha që shumë kush nga ju ka një histori familjare, shumë kush nga ju ka një mik, një shok, sepse kjo lloj sëmundje nuk është vetëm te gra, ka patur raste që kjo sëmundje prek edhe meshkujt dhe nga viti në vit numri është rritur, jo për shkak se më përpara nuk ka qenë, por për faktin se edhe infrastruktura është përmirësuar për diagnostifikimin në kohë të kësaj sëmundje dhe njerëzit janë ndërgjegjësuar dhe gratë vetë kontrollohen dhe njëkohësisht kontrollohen në institucionet përveç edhe spitaleve rajonale. Gjatë gjithë muajit tetor në Fier u zhvilluan aktivitete ndërgjegjësuese, këshillime dhe vizita falas, duke apeluar fuqishëm te kujdesi, ndërgjegjësimi dhe kontrolli i rregullt që shpëtojnë jetë.